te fjala e kryeministrit sot, se sa i pacip është dhe se sa mlef duhet mbaj për brenda ky popull që dëgjon. Sepse pikërisht të tha janë u përmbytën tham sepse kemi hedhur shishet plastike në kanal. Dhe po sot po lexoja kujtimet e një inxhinieri të nderuar që është Gjirokastër. Unë jam vetë Gjirokastrit dhe sikur në historinë e vetë Gjirokastra u përmbyt. Dhe për kuriozitet po lexoja shnimet e këtij inxhinierit, Agron Doraci quhet. Sot është 85 vjeç. Shnimet, librin e kishte botuar në vitin 2020. Dhe në këtë libër rendiste të gjitha shkaqet pse Gjirokastra është në rrezik të madh të përmbytet. Gjitha kanalet që janë ndërtuar për të përllogaritur projet e rreshjeve. Të gjitha digat, argjinaturat, shtrati i lumit Drino, gjitha këto ai vinte alarmin 2020-ën se janë mbyllur, janë betonuar që mbi to të ndërtohen pallate, janë mbyllur kanalet, është ndërtuar beton sipër tyre. Dhe kur këtë alarm ai vinte në 2020-ën para 6 vitesh, kush e ka fajin atëherë që u përmbytën 2026-ën? Dhe që Edi Rama dalë dhe thotë që fajin e kanë ato shishet plastike. Kur në Shqipëri sot që flasim nuk ka një skem të grumbullimit të mbetjeve dhe të menaxhimit të mbetjeve. Supozoj të ishin inceneratorët, legët u dhan, legët tona u dhan, incenerator s'ka. Dhe shishet dalin aty, kur ka përmbytje, dalin në Kroaci, kur lumi i çon edhe detin nxjerr deri në Kroaci.